Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka kërkuar reflektim dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes gjatë mbledhjes së zgjeruar të grupit parlamentar socialist. Duke u ndalur te protesta e javëve të fundit, ai u bëri thirrje ministrave dhe deputetëve të rikthejnë besimin e qytetarëve, ndërsa prezantoi platformën e re politike Rilindja 2.0. Rama premtoi gjithashtu rishikim të ligjit për zonat e mbrojtura në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Reflektimi mbi protestën e javëve të fundit dhe nisjen e një faze të re politike dominuan në mbledhjen e zgjeruar të qeverisë dhe grupit parlamentar socialist. Kryeministri Edi Rama u ndal gjatë tek mesazhet që sipas tij kanë përcjell protestat qytetare, duke përdorur metaforën e flamingove. Ai bëri dallimin mes protestuesve që i cilësoi të sinqert dhe atyre që sipas tij vijojnë të mblidhen çdo pasdite në bulevardin dëshmorët e kombit për qëllime politike. Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë, që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze të re, të cilën në radh parë dhe me do e mos duhet ta kuptojmë ne të parët të gjithë përmasat e saj. Unë vetë në pasqyrën e bulevardit Flamingove, pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Atyre njerëzve zakonshëm që mbushën bulevardin, duhet i them një fjalë të fundit. Ju kam dëgjuar. Flamingot nuk i mban në lagun as gardi, as dekreti. I mban vetëm uji i qetë. Kur uji trazohet, ngrihen, ikin dhe kthehen vetëm kur e gjejnë ujin ashtu siç e duan. Kështu është dhe besimi i një populli. Nuk vritet me një krisëm, largohet kur trazohet uji dhe nuk kthehet me thirrje, po vetëm kur gjen ujin miqësor. Puna e mandatarit katërt është një dhe vetme, të mbledhim nga të gjitha burimet. Në vijim të mbledhjes, kreu i qeverisë prezantoi atë që e cilësoi si një sikël të ri politik të Partisë Socialiste të pagzuar, Rilindja 2.0. Rama u kërkoi deputetëve dhe ministrave të punojnë për të rikthyer besimin e qytetarëve, ndërsa u shpërndau dhe një dokument programatik të hartuar prej tij me titull Besa, që sipas tij do të shërbesi udhërrëfyes për këtë fazë të re të qeverisjes. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë, të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Të mbledhim nga të gjitha burimet ujin e trazuar të besimit dhe ta bëjmë këtë me empati. Dhe flamingot do kthehen. Rilindja 2.0 është emri që ne i vum ciklit të ri politik. Besa është metoda për ta kthyer atë cikël në një përvojë të re për qytetarët e Shqipërisë. Kryeministri shprehu kritika edhe ndaj administratës publike, duke theksuar se arroganca dhe mungesa e komunikimit me qytetarët ka ndikuar në krijimin e pakënaqësive. Sipas tij, institucionet duhet të ndryshojnë mënyrën e funksionimit dhe të rikthejnë besimin përmes shërbimit tek qytetarët. Ku pash se sa e padurueshme është bërë për njerëzit mungesa e empatisë së njerëzve të shtetit, arroganca e zyrtarëve pa gjak, që u flasin sikur të kenë karrige në vend fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të prapanicës. Rama tha se protestat kanë shërbyer si një moment të reflektimit dhe për vetë qeverinë, duke u bërë thirrje të gjithë drejtuesve politik dhe institucional të nxjerrin mësime nga situata e krijuar. Ne nuk kemi miqtë e mi asnjë luftë për të bërë me flamingot, po kemi vetëm një aleanë për të ndërtuar me shumë durim me ta. Betejë sot nuk është mes qeverisë dhe qytetarit që kërkon më shumë. Është mes atyre që duan një Shqipëri më të drejtë, më të besueshme, më europiane, në përvojën, në përjetimin, në eksperiencën e individit zakonshëm në raport me shtetin, dhe atyre që e kanë të domosdoshme një Shqipëri të zëmëruar, të përçarë dhe pa besim të shtetit e institucionet të rregullat e bashkëjetesës demokratike. Në fjalën e tij, kryeministri u rikthye metaforave që ka përdorur edhe më herët, duke folur për flamingot, por edhe për ata që i cilësoi korbëlla dhe sorra, të cilat sipas tij përfaqësojnë një qasje krejt ndryshe ndaj interesit publik dhe zhvillimit të vendit. Tani vazhdojnë të kruajnë plagën me nervozizëm, duke u mbledhur
mbledhur si pupla zeza mbi bulevard apo rrotull parlamentit, pasi zemra e protestës ka ikur, ka shtektuar bashkë me flamingot. Ata nuk janë armiqtë e Shqipërisë, po bijtë verbër të saj. Në përballje, kreu i qeverisë njoftoi se reflektimi do të konkretizohet edhe me ndryshime ligjore, duke veçuar rishikimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Rama garantoi se kuadri i ri ligjor do të harmonizohet plotësisht me legjislacionin e Bashkimit Evropian, si pjesë e angazhimeve të Shqipërisë në procesin e integrimit. Një konflikt i mbartur prej kohësh mes një 35 vjeçari dhe familjes së ish të fejuarës së tij përfundoi në një tragjedi në Roskovec. Pas vrasjes së ish vjerrit, plagosjes së ish vjerrës dhe marrjes pengë të ish të fejuarës, autori u vetvra pas rreth 7 orësh negociata me policinë dhe forcat e RENEA. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të motiveve të ngjarjes. Një ngjarje rënd kriminale tronditi këtë të premte Roskovecin, ku një konflikt i vjetër mes një 35 vjeçari dhe familjes së ish të fejuarës së tij u mbyll me 2 viktima. Sipas hetimeve paraprake, rreth orës 05 të mëngjesit, 35 vjeçari Refit Nertil Buzi shkoi në banesën e familjes Plaka në fshatin Villisht, ku qelloi marrë zjarrin ndaj familjarëve të ish të fejuarës. Nga të shtunat humbi jetën në vend Arben Plaka, ndërsa bashkëshortja e tij, Belere Plaka, mbeti e plagosur dhe u transportua në spital për ndihmë mjekësore. Pas krimit, autori mori me forcë ish të fejuarën, Rosalinda Plaka, dhe u largua me automjetin e tij në drejtim të qarkut Berat. Policia ngriti menjëherë pika kontrolli dhe në mbështetje të forcave RENEA lokalizoi autorin në zonën e Çukalarit. Pas disa orësh negociata, 35 vjeçari liroi të ren, e cila fatmirësisht nuk ishte pësuar dëmtime fizike. Megjithatë, operacioni nuk përfundoi me dorëzimin e autorit. Ekipi negociatori RENEAs në bashkëpunim me policinë e Fierit dhe në drejtimin e prokurorisë vijoi për rreth 7 orë përpjekje për të bindur 35 vjeçarin të dorëzohej. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme, ai refuzoi të dorëzohej dhe rreth orës 16:35 i dha fund jetës duke qelluar veten me armën e gjahut brenda automjetit ku ishte ngujuar. Sipas të dhënave paraprake, konflikti mes autorit dhe familjes së ish të fejuarës kishte nisur kohë më parë. Burimet hetimore bëjnë me dije se Erea, e cila studion për mjeksi në Tiranë, kishte denoncuar më herët kërcënimet e 35 vjeçarit, i cili ishte shoqëruar dhe arrestuar edhe më parë nga policia. Një nga pistat që po hetohet lidhet me një konflikt financiar. Sipas dëshmive paraprake të familjarëve të autorit, ai pretendonte se gjatë kohës që jetonte dhe punonte në Angli, u kishte dhënë familjarëve të ish të fejuarës një shumë të konsiderueshme parash, pretendim që po verifikohet nga grupi hetimor. Ndërkohë, prokuroria dhe grupi hetimor vijojnë veprimet për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe motiveve që çuan në ngjarje të rëndë, e cila u mbyll me 2 persona të vdekur, një të plagosur dhe një familje të shkatruar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar hetim nga SPAK për kontratën e teceve lundruese në Vlorë. Sipas tij, projekti ka shkaktuar një dëm prej të paktën 80 milion eurosh dhe përgjegjësia politike bie mbi kryeministrin Edi Rama dhe ish-ministren Belinda Balluku. Qeveria nga ana e saj ka mbrojtur më herët projektin, ndërsa çështja mbetet pjesë e debatit politik. Termocentralet lundruese në Vlorë janë rikthyer në qendër të debatit politik pas akuzave të reja të Partisë Demokratike. Në një deklaratë për mediat, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi që prokuroria e posaçme të thellojë hetimet për kontratën e teceve Tigri 1 dhe Tigri 3, duke i cilësuar atë një aferë korruptive me pasoja të rënda për financat publike. Sipas Bardhit, projekti ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej të paktën 80 milion eurosh, ndërsa përgjegjësia politike sipas tij lidhet me kryeministrin Edi Rama dhe ish-ministren e infrastrukturës së energjisë Belinda Balluku. Kreu i grupit parlamentar demokrat deklaroi se kontrata parashikonte një prodhim shumë më të lartë energjie nga sa është realizuar në praktik. Nga janari 2024 deri në prill 2026, Tigri 1 dhe Tigri 3 kanë prodhuar vetëm 102.000 megawatt orë energji. Në 28 muaj,
ka prolluar aq sa Shqipëria konsumon në afërsisht 5 ditë. Spaku e di dhe se kontrata parashikonte 850.000 megawatt-orë në vit. Pra, gjatë kësaj periudhe është prolluar vetëm rreth 5% e detyrimit kontraktor. Bardhi tha se SPAK disponon të gjithë dokumentacionin mbi kontratën, prodhimin dhe kostot e projektit, por sipas tij, ende nuk ka ndërmarrë veprime ndaj zyrtarëve të lartë që ai konsideron përgjegjës. Ai kundërshtoi gjithashtu planin për financimin e mëtejshëm të operimit dhe mirëmbajtjes së teceve lundruese, duke pretenduar se parashikon edhe rreth 20 milion euro të tjera shpenzime, të cilat sipas tij rëndojnë më tej buxhetin e shtetit. Deri më tani, qeveria ka mbrojtur projektin e termocentraleve lundruese në Vlorë, ndërsa akuzat e opozitës për këtë çështje mbeten pjesë e debatit politik dhe nuk ka një qendrim të rizyrtar nga institucionet e përmendura lidhur me deklaratat e fundit të Partisë Demokratike. Gjykata administrative e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për shpalljen të pavlefshëm të emërimit të prokurorit Olc Dado. Trupi gjykues vlerësoi se Veliaj nuk kishte interes të drejtë për drejtë, por vetëm të tërthort në këtë proces. Avokati i tij deklaroi se vendimi do të ankimohet në gjykatën administrative të apelit. Gjykata administrative e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj, i cili kishte kërkuar shpalljen e pavlefshmërisë të emërimit të prokurorit Olc Dado. Në vendimin e saj, gjykata arsyetoi se Veliaj nuk kishte një interes të drejtë për drejtë ligjor në këtë çështje, por vetëm një interes të tërthort, duke mos pranuar argumentet e paraqitura nga pala paditëse. Krahas padisë së kryebashkiakut, gjykata rrëzoi edhe 2 kërkesa të tjera për të bërë palë në proces, një nga një shoqat dhe nga ish prokurori Tom Deda, i cili pretendonte se ishte larguar nga detyra në kohën e ish prokurores së përgjithshme Ina Rama për t'i hapur rrugë emërimit të Olc Dados. Pas shpalljes së vendimit, Erion Veliaj, i pranishëm në sallë, reagoi shkurt me ironi, duke u shprehur se vendimi ishte i pritshëm. Ndërkohë, avokati i tij, Plaren Dreca, kundërshtoi vendimin e gjykatës dhe deklaroi se çështja do të vijojë edhe në shkallët e tjera të gjyqësorit. Paralajmëruar disa herë edhe para jush, dhe vetë fakti që mënyra se si u zhvillu procesi dhe si u zgjat procesi për një element procedural që besoj është në sytë e publikut dhe në sytë tuaj shumë i qartë, që sigurisht që kjo ishte më shumë test, më shumë se sa pranimi një padije është një test për sistemin dhe në këtë rast të gjykatës administrative, se sa ka aftësinë për të vetë korrigjuar problematika që sistemi ka, dhe një ndër problemet e mëdha që sistemi ka dhe ne kemi parashtruar, e kemi treguar, ju jeni shumë qartë, publiku shumë i qartë se zoti Dado nuk është emëruar në mënyrë të ligjshme, as vetë zoti Dado nuk e ka kundërshtuar këtë fakt. Veliaj kishte kërkuar që drejtësia të shpallte të pavlefshëm dekretin e vitit 2008 për emërimin e Dados si prokuror, duke pretenduar se në ato kohë ai nuk plotësonte kriteret e parashikuara nga ligji. Në këtë proces ishte i përfshirë dhe presidenca si institucioni, që në atë periudhë kishte dekretuar emërimin e Dados pas propozimit të ish prokurores së përgjithshme Ina Rama. Pavarësisht vendimit të parë, betejë ligjore nuk konsiderohet e mbyllur, pasi pala mbrojtëse ka bërë të ditur se do të drejtohet gjykatës administrative të apelit. Protesta antiqeveritare ka vijuar këtë mbrëmje në Tiranë në ditën e 55 të saj. Qytetarët janë mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku kanë përsëritur akuzat ndaj qeverisë dhe kërkesat për ndryshim politik. Tubimi u zhvillua pa incidente, ndërsa organizatorët deklaruan se aksioni do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Qytetarët janë mbledhur sërish këtë mbrëmje në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke shënuar ditën e 55 të protestës kundër qeverisë. Protestuesit kanë mbajtur pankarta dhe kanë përsëritur thirrjet e tyre politike, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe ndryshim në mënyrën e drejtimit të vendit. Tubimi është zhvilluar në një atmosferë të qetë, ndërsa pjesëmarrësit kanë vijuar marshimin pranë kryeministrisë dhe në rrugët përreth bulevardit. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke cilësuar lëvizjen si një reagim qytetar ndaj problemeve që sipas tyre lidhen me korrupsionin, funksionimin e institucioneve dhe qeverisjen. Protesta e mbrëmjes së sotme vjen pas tensioneve të regjistruara një ditë më parë pranë kuvendit, ku pati përplasje mes disa protestuesve dhe forcave të policisë gjatë tentativës për t'u afruar godinës së parlamentit. Gjatë protestës së sotme nuk raportohen incidente, ndërsa forcat e rendit ishin të pranishme për të garantuar sigurinë dhe mbarvajtjen e tubimit. Në përfundim të protestës, organizatorët përsëritën thirrjet për vijimin e grumbullimeve të përditshme, duke deklaruar se aksioni do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre politike.
Stuhia e paralajmëruar nga meteorologët ka goditur disa qytete të vendit duke sjellë rreshje intensive shiu, breshër dhe erë të fortë. Elbasani, Pogradeci, Korça e Librazhdi, gjithashtu dhe Prenjasi janë ndër zonat më të prekura ku janë raportuar përmbytje, vështirësi në qarkullim dhe dëme të kulturave bujqësore. Autoritetet lokale po vijojnë vlerësimin e pasojave. Stuhia e paralajmëruar nga shërbimet meteorologjike dhe strukturat e emergjencave civile ka përfshirë pasditën e kësaj të premteje disa qytete të vendit, duke shkaktuar probleme në qarkullim, përmbytje lokale dhe dëme në bujqësi. Një nga zonat më të prekura ishte Elbasani, ku rreshjet intensive të shiut dhe breshërit zjatën rreth 40 minuta. Sipas emergjencave civile, brenda vetëm 38 minutash ranë rreth 40 mm rreshje, duke mbuluar rrugët me një shtresë të dendur breshëri dhe duke vështërsuar lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Si pasojë e intensitetit të rreshjeve, disa bodrume u përmbytën, ndërsa ekipet zjarrfikse ndërhyjnë për largimin e ujit. Në disa zona të qytetit u rrëzuan dhe pemë, por fatmirësisht pa shkaktuar dëme në njerëz apo ndërtesa. Stuhia preku gjithashtu fshatrat e Elbasanit, si dhe bashkitë Librazh dhe Prenjas, ku breshëri shkaktoi dëme të konsiderueshme në kultura bujqësore dhe pemtore, duke rritur shqetësimin e fermerëve për humbjen e prodhimit. Rreshtet e forta vijuan edhe në Pogradec, ku breshëri dëmtoi sipërfaqe të mbjella dhe krijoi vështirësi në qarkullimin e automjeteve në aksin drejt juglindjes së vendit. Edhe Korça në zonat përreth u përfshi nga një stuhi e shoqëruar me breshër dhe erëra të forta, megjithëse fenomeni zjati vetëm pak minuta, intensiteti i tij la pas dëme të dukshme në disa zona. Pas përmirësimit të motit, autoritetet vendore kanë nisur verifikimin në terren për të evidentuar dëmet materiale dhe ndikimin që stuhia ka shkaktuar në sektorin bujqësor, ndërsa pritet një bilanc më i plot në orët në vijim. Hetimet për aksidentin fatal pranë rreth rrotullimit në Teg janë përqendruar tek shkaqet që çuan në humbjen e kontrollit të kamionit pompë betoni. 2 shtetas egjiptian humbën jetën, ndërsa ekspertiza teknike pritet të sqarojë nëse aksidenti u shkaktua nga një defekt mekanik apo faktorë të tjerë. Përfundimet e plota pritet të dalin brenda 2 javësh. Hetimet për aksidentin tragjike të ndodhur pranë rreth rrotullimit të Tegut vijojnë, ndërsa ekspertët po hetojnë për të përcaktuar shkakun e humbjes së kontrollit të kamionit pompë betoni. Sipas të dhënave paraprake, drejtuesi i mjetit 30 vjeçari Muhamed Lot, origjinë nga Egjipti, ka tentuar të shmang përplasjen duke manovruar timonin, ndërsa po lëvizte nga farka në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut. Megjithatë, hetuesit nuk kanë konstatuar shenja freminimi në vendin e ngjarjes, një element që ka ngjallur dyshime nëse aksidenti është shkaktuar nga një defekt në sistemin e frenimit apo nga një faktor tjetër teknik ose njerëzor. Nga përplasja humbën jetën drejtuesi i kamionit dhe pasagjeri 44 vjeçar Muhamed Ali, gjithashtu shtetas egjiptian. Ekspertët kanë konfirmuar se gjurmët e gjetura në asfalt i përkasin automjetit tip Volkswagen, i cili ndodhej në rreth rrotullim dhe u tërhoi zvarr nga kamioni. Drejtuesi i tij, 28 vjeçari Roland Nuri, mbeti i plagosur, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Për shkak të dëmtimeve të mëdha të kamionit, ekspertiza teknike pritet të zgjasë të paktën 3 javë. Vetëm pas analizave do të përcaktohet nëse mjeti ka psuar defekt në sistemin e frenimit apo nëse aksidenti është shkaktuar nga rrethana të tjera. Nga hetimet ka rezultuar se 2 shtetasit egjiptian kishin rritur në Shqipëri më pak se një muaj më parë për të punuar dhe dokumentacioni i tyre i qëndrimit rezultonte i rregullt. Drejtuesi i mjetit ishte i pajisur me leje drejtimi të lëshuar në vendin e origjinës. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka bërë me dije se asnjëri prej tyre nuk dispononte leje drejtimi shqiptare, dëshmi të aftësisë profesionale për drejtimin e këtij lloji mjeti apo dokumentacion për njohjen e kualifikimit për autobetonjere. Sipas hetuesve, aksidenti mund të kishte pasur pasoja edhe më të rënda pasi kamioni përfundoi në autostradën Tiranë-Elbasan. Fatmirësisht në momentin e rënjes nuk ndodheshin mjete të tjera në trajektorin e tij, duke shmangur një tragjedi edhe më të madhe. Policia e Tiranës ka arrestuar 2 persona dhe ka proceduar penalisht 30 të tjerë për incidentet e regjistruara gjatë protestës së zhvilluar një ditë më parë përpara kuvendit. Sipas uniformave blu, protestuesit akuzohen për dhunë ndaj efektivëve dhe hedhjen e sendeve të forta të mjeteve piroteknike. Nga përplasja mbetën të lënduar policë dhe protestues.
Policia e Tiranës ka bërë bilancin e incidenteve të regjistruara gjatë protestës së zhvilluar të njëjtën para kuvendit. Sipas njoftimit zyrtar, 2 persona janë arrestuar në flagrancë, ndërsa 30 të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë pas veprimeve hetimore të kryera nga strukturat e policisë. Autoritetet bën me dije se intensifikimi i personave është realizuar përmes analizave të pamjeve filmike dhe provave të administruara pas përfundimit të protestës. Sipas policisë, të proceduarit se gjatë përplasjes me forcat e rendit kanë goditur me sende të forta dhe kanë përdorur lëndë piroteknike në drejtim të kordonit të sigurisë së vendosur në rrugën George Bush. Gjatë operacionit është arrestuar dhe një shtetase e identifikuar me inicialet AI, e cila sipas policisë ju gjetën kapsolla të futura në një qese plastike. Këto materiale janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Nga incidentet të regjistruara gjatë protestës mbetën të lënduar 6 punonjës policie, të cilët morën ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë të paktën 11 protestues kërkuan ndihmë mjekësore pas ekspozimit ndaj gazit lotësjedhës dhe ujit me piper të përdorur gjatë ndërhyrjes së policisë. Policia e Tiranës bëri të ditur se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në incidentet e protestës dhe për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Një 16 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës në kuadër të një operacioni kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit efektivët sekuestruan mbi 300 doza kokainë dhe kanabisit të përgatitura për shitje, si dhe para që dyshohet se rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Një rast i dyshuar i shpërndarjes së lëndëve narkotike është goditur nga policia e Tiranës, e cila ka vënë pranga një 16 vjeçar. Operacioni i koduar Heatwave u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë numër 3 në bashkëpunim me seksionin e hetimeve të narkotikëve, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një person që dyshohej se merrej me shpërndarjen e drogës në doza. I mituri u ndalua në zonën e rrugës Jordan Misja, ku gjatë kontrollit fizik dhe verifikimeve në terren, policia gjeti dhe sekuestroi mbi 300 doza kokainë dhe kanabis të ndara dhe të paketuara në shitje. Përveç lëndëve narkotike, efektivët sekuestruan dhe një shumë parash në lekë dhe euro, që dyshohet se ishin siguruar nga aktiviteti i palishëm, se dhe 2 aparat celular që do t'i nënshtrohen verifikimeve. 16 vjeçari akuzohet për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve, ndërsa materialet proceduriale janë referuar prokurisë së Tiranës për veprimet mëtejshme. Ndërkohë hetimet vijojnë për të zbuluar nëse pas këtij rasti qëndrojnë persona të tjerë të përfshirë në rrjetin e shpërndarjes së lëndëve narkotike. Ecime të tjera zhvillime, presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Xhiu ka vendosur që seanca konstituive e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e qershorit të zhvillohet me 6 gusht. Vendimi vjen në një kohë kur partitë politike ende nuk kanë arritur marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Nga kjo seancë nis edhe afati kushtetues për zgjedhjet e presidentit të ri të vendit. Kuvendi i ri i Kosovës pritet të mblidhet në seancën e tij konstituive me 6 gusht në orën 10. Vendimi u bë publik nga presidentja në detyrë Albulena Xhiu, e cila u bëri thirrje subjekteve parlamentare që deri në këtë datë vijojnë dialogun politik për arritjen e një marrëveshjeje për funksionimin e institucioneve të reja. Sipas Xhiut, komunikimi mes partive nuk duhet të shihet si dobësi, por pjesë e përgjegjësisë demokratike dhe institucionale. Data e përcaktuar për seancën konstituive është brenda afatit kushtetues, pasi limiti i fundit për mbajtjen e saj është 7 gushti. Me nisjen e punimeve të kuvendit të ri fillon dhe periudha gjashtetitore, gjatë së cilës deputetët duhet të zgjedhin presidentin e ri të Kosovës. Në rast se kjo nuk arrihet, vendi mund të përballet me një tjetër proces zgjedhor. Vendimi për thirrjen e seancës vjen në një kohë kur negociatat për krijimin e shumicës parlamentare janë pezulluar. Lëvizja vendvendosi si subjekt fitues i zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur ende një marrëveshje për bashkëpunim institucional. Për krijimin e një qeverie të re dhe konstituimin e kuvendit vojiten 61 vota në parlament me 120 ulësa, ndërsa për zgjedhjen e presidentit kërkohet edhe një marrëveshje më e gjerë politike, pasi në të dy raundet e para të votimit kërkohet prania të paktën 80 deputetëve. Tashmë vëmendja politike në Prishtinë është përshëndruar te negociatat në ditët në vijim dhe mundësia arritjes së një marrëveshje për shmangjen e një krize të re institucionale. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 25 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites në relievet malore lindore priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 37 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 37 gradë Celsius. Kukës 18 deri në 33 gradë. Peshkopi 17 deri në 31 gradë. Tiranë 23 deri në 36 gradë. Durrës 24 deri në 33 gradë. Kavaj 23 deri në 33 gradë. Elbasan 22 deri në 36 gradë. Berat 22 deri në 37 gradë. Korç 16 deri në 29 gradë. Vlorë 24 deri në 33 gradë. Gjirokastër 18 deri në 30 gradë. Sarandë 24 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht të qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites të disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të ngrohtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 30 gradë. Skënderaj 15 deri në 31 gradë. Pej 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 15 deri në 31 gradë. Gjakov 16 deri në 32 gradë. Malishev 16 deri në 32 gradë. Gjilan 15 deri në 31 gradë. Ferizaj 15 deri në 31 gradë. Kaçanik 14 deri në 30 gradë. Suharek 16 deri në 32 gradë. Prizren 16 deri në 32 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.